Të nderuar shikues, ju përshëndesim me drejt përse drejti nga Pallati i Sportit Hasan Rusi i kryeqytetit. Në këtë çast ku po përgatitet të startojë takimi gjysmëfinal i fazës play-off në futsal, është kampionati kombëtar i futsalës. Vllaznia do të përballet me Flamurtarin e Vlorës. Janë dy gjysmëfinale për përcaktuar ekipet finaliste. Ekipi i parë finalist është përcaktuar për para pak minutash, ku Tirana ka mundur me rezultatin 11-5 Partizanin dhe është finalistja e parë. Finalisti i dytë do të dalë nga kjo ndeshje, ka nisur në këtë moment ndeshja përmes vështrëdhimit së gjyqtarit Albano Stolaj, topi për skuadrën e Partizanit. Më falni për skuadrën e Flamurtarit, sepse Partizani u ndesh për para pak çastësh me Tiranën dhe u mund me rezultatin 11-5 dhe gjutja e parë e ekipit e Vlonjat. Vllaznia është në krahun e majtë të ekranit tuaj me uniformën e saj karakteristike kuqe dhe blu, ndërkohë që në krahun tjetër është skuadra Vlonjate Flamurtari me bluzat e bardha dhe mbathjet dhe gjetët e kuqe. Është gjysmëfinalja e dytë e fazës së play-off, nga ku do dalë dhe finalisti i dytë. Sepse i pari, si tha më herët, është përcaktuar para pak minutash, kur në këtë pallat sporti, pra në kryeqytet Tirana mundi ekipin e Partizanit 11-5 dhe ditën e diele do të jetë finalja për të shpallur ekipin kampion të Shqipërisë në futsal. Siç po na ndiqni, Veriu Sport ka udhëtuar nga Shkodra për të qenë prezent në këtë ndeshje kaq të rëndësishme të ekipit të vllaznisë në futsal, ku përcaktohet edhe finalisti i dytë. Tafili, kapiteni i skuadrës e vllaznisë, Gokaj e majta e tij është përplasur tek mbrojtja Vlonjate. Në protokollin e vllaznisë për këtë ndeshje kemi këto emra futbollistësh, duke nisur nga Fatos Behari, përdhijuar me Alsit Tafilin, Ari Djepagjin, Besfor Gjoklejn, Denis Qokajn, Ardit Mesi, Alban Basha, Semir Gokaj, Samir Hyseni dhe Olsi Gjergji. Trajneri i ekipit vllaznisë është Arben Xhaferi. Në krahun tjetër kemi formacionin e Flamurtarit, është Alban Shiba në port, për të vëzhgjuar me Carlo Kalos, Lorenz Shehej, Erard Leci, Jordan Kapaj, Enea Resuli, Spajti Qopekaj, Ani Gjyheri dhe Clark Kalus. Trajneri i ekipit Vlonjat është futbollisti futsalës i njohur në sportin Vlonjate, Mario Kalus. Takimi po gjikohet nga Albano Stolaj dhe Kledi Shehu. Vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futsalës është Klajt Përpunja, si dhe në kronometër është Ledion Ziu. Topi për Vlonjatët. Gjoklaj. Në këtë moment e vllaznia po luan me këtë përbërje, në portë është Fatos Behari, përdhijuar me Besfor Gjoklajn, Alsit Tafilin, Ari Djepagjin dhe Semir Gokajn. Shehej, pastaj është edhe Qopekaj,
Sulmi Vllaznis, Gokaj, gjithje Gokaj majtë e ti shtyll. Një gjujtje perfekte, Semir Gokajt. Një gjujtje mjeshtrore e ti, se vetëm shtylla e djath pingule e portierit vlonjat Alban Shiba e ka penguar të shkoj topin rrjet. Vllaznia pa ushtron presion në kërkim të golit të avantazhit, përsëri Gokaj e bajta ti, cila përfundon jashtë vijave kufizuese. Vazhdon rezultati i fillimit të takimit. Luhet minuta 4, 0-0, Gjoklaj! Super gol i Besford Gjoklajt. Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0, pikërisht në minutën e 4 të ndeshjes. Besford Gjoklaj. Ka nisur në mënyrë më të mirë të nderuar shikues kjo ndeshje për ekipin e Vllaznis të futsallit, kur Gjoklaj sapo ka kaluar në avantazh ekipin e Vllaznis me një të majtë e tij të fortë që përfundoi në trekëndshën e majtë të portierit Shiba të Flamurtarit. Kur vetëm një minutë më parë ishte Semir Gokaj që tronditi shtyllën e djathtë pingulet e portierit vlonjat Shiba. Luhet minuta 5 për pjesën e parë të ndeshjes Vllaznia Flamurtari, gjysmëfinalja e fazës play-off, 1-0 për Vllaznin. Autori i golit Besford Gjoklaj. Sulmi për Flamurtarin. Qopekaj, pastaj është edhe Leci, numri 5 Kalo Kalus. Flamurtari tashmë kërkon të gjej golin e barazimit. Por sulmi i Vllaznis me Djepaxhin, i cili ka shpërdoruar një mundësinë më të mirë për të dyfishuar rezultatin, avantazhin e Vllaznis. Por Vllaznia vazhdon të ngulmojë Tafili. Përsëri Tafili prapa tek Gokaj. Tafili ngrau në majtë, gjithnjë Tafili në anësore, nuk gjen asnjë mbështetje në krahun e djathtë, atje ku shkon topi. Klart Kalus për Flamurtarin, kemi 3 Kalus në përbërjen e Flamurtarit, duke nisur nga trajneri Mario Kalus, për vijuar me Carlo Kalus, që është dhe i vella i tij, por dhe djali i tij Clark Kalus, 3 pjesëtar të një familje me traditë në sportin vlonjat dhe një gjutje e fortë, shumë e fortë, e Jordan Kapajt e Flamurtarit, që devijohet nga portieri Behari. Vazhdon Flamurtari të kërkoj përsëri plonxon i fatos Beharit, ndrim tek Vllaznia, largohet Djepaxhian, lojë është Basha, Flamurtari në aksion. Ka faul në favor të Flamurtarit. Kjo faul në favor të ekipit vlonjat, që kërkon tashmë golin e barazimit, i ka shtuar forcat sulmuese, por nga ana tjetër Vllaznia vazhdon të luajë mjaft mirë.
Përsëri pengesë për golin në Vlonjat bëhet portieri Fatos Behar, një ditë mjaft të mirë. Sidomos pas presimit të golit, flamurtari ka rritur ndjeshëm ritmin e lojës së tij. Janë disa sulme radhazi. Ka gabuar në pas në këtë moment të Kapaj. Topi është për Vllaznin. Në rim të flamurtari, aktivizohet të fushën e lojës Clark Kalus, djali i trajnerit Mario Kalus. Kujtojmë që ndeshja fazës të dytë luetur në Vlorë, në pallatin e sportit të Vlorës, në mes flamurtarit dhe Vllaznis, e shoqëruar me probleme. Ka pasur ndërprerjet e lojës, falë disa incidente në fushën e lojës, por gjithsesi tashmë ajo i takon së shkuarës. Skuadrat ndeshen tashmë në një fushë asnjanse, sepse dhe të paktën kështu përcakton dhe rregulloria e Federatës Shqiptare të Futsallit se gjysmëfinalet dhe finalet e luhen në kryeqytet, por në lidhje me incidentin regjistruar në Vlorë, Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futsallit dhe FSHF ka marrë masat disiplinore duke ndëshkuar pjesëtarët e kampit Vlonjat. Bashaj, sulmi i Vllaznis, Gjoklaj, Tafili. Ndeshje që po luhet në pallatin e sportit Aslan Rusi dhe kryeqytetit, është vlefshme për një bilet finalisti për të shkuar në finalen e madhe për titullin kampion, aty ku i pret Tirana, e cila në ndeshjen e parë të luetur pas ditën e sotme në këtë pallat sporti eliminoi Partizanin duke mundur 11-5. Kujtojmë që skuadra kampione që do të fiksohet mbrëmjen e së dielës në këtë pallat sporti fiton të drejtën të luajë në kupat e Europës. Okej, majtë e tij është ndërprerër topi nga numri 7 Spajti Çopekaj. Luhet minuta 8 për pjesën e parë të ndeshjes. Vllaznia 1 dhe flamurtari 0. Problem, ka një dëmtim, nuk e dim se ishte një përplasje në vijën anësore, nuk e dim shkallën e dëmtimit. Një me 0 të nderuar shikues, kryeson Vllaznia, por ka një problem, një nga futbollistët është i dëmtuar dhe duke se shkalla e dëmtimit nuk është shumë e lehtë, paktën edhe nga rrënkimet që dëgjohen në sfond. Ka pasur një përplasje me sa duket me tavolinat e gjyqtarisë në pjesën anësore. Ka qenë një dyluftim në vijën anësore në mes futbollistit të Vllaznis, duket Denis Sokaj dhe njërit prej futbollistëve të flamurtarit, i cili po merr mendimin e shpejt. Aty është edhe presidenti i Vllaznis në futsal, Fisnik Barbullushi, i cili së bashku me
mjekun sportiv Arben Mloja, po I gjendën pranë kolegut të flamurtarit, mjekut sportiv, është ndërprerë për pak momente. Ndeshja, shpresojmë që shkalla e dëmtimit mos jetë e rëndë. Vazhdon të marrë ndimin e shpejt. Pjesëtarë e ekipit të flamurtarit që në fakt akoma nuk e konstatojmë se cili prej tyre është, sepse është poshtë tavolinës së gjyqtarisë kryesore. Dhe në këndvështrimin tonë nuk na lejon se të jemi të saktë, të dimë se cili prej tyre është, por duket se shkalla e dëmtimit nuk është fort e lehtë. 1-0 për Vaznin, vazhdon rezultati. Kujtojmë që skuadrat kanë në protokollin e tyre këto sportistë. Vaznia luan me Fatos Behari në portë, Arsit Tafili, Ali Djebagjia, Besfort Gjoklaj, Denis Çokaj, Ardit Mesi, Alban Basha, Semir Gokaj, Sajmir Hyseni, Olsi Gjergji dhe trajneri Arben Xhaferi. Në krahun tjetër flamurtari I drejtuar nga trajneri Mario Kallus ka këtë përbërje, është Alban Shiba, Carlo Kallus, Lorenz Shej, Erad Leci, Jordan Kapaj, Enea Resuli, Spajt Çopekaj, shikojmë që duket që është numri 5. Numri 5, Carlo Kallus I flamurtarit. Ai është I dëmtuar, Carlo Kallus. Dëmtimi I tij duket I rëndë, nuk e di do të mund të vijoj apo jo ndeshjen. Numri 5 I flamurtarit, Carlo Kallus, vazhdon të marrë ndimin e shpejtë. Edhe njerë komentoj informacionin e flamurtarit të Shiba, Carlo Kallus, Shehaj, Leci, Kapaj, Resuli, Çopekaj, Gjyheri, Clark Kallus dhe trajner Mario Kallus. Takimin përgjikon Albano Stolaj me kolegun e tij Klejdi Shehu, delegati I Federatës Shqiptare të futsalës është Klajt Përpunja dhe në kronometër Ledion Ziu. 1-0 në favor të Vllaznis është rezultati I përkohshëm në këtë ndeshje të ndërprerë, që shpresojmë dhe urojmë që gjendja shëndetësore e të dëmtuarit numrit 5 Carlo Kallus të flamurtarit të përmirësohet. Ai vazhdon të jetë në pistën e Pallatit të Sportit Aslan Rusi, duke marrë ndimin e shpejt. Ndeshja është ndërprerë, të shikojmë a do të vijoj, duke zëvendësuar në fushën e lojës apo duke që është gati. Është për gjyqtari Albano Stolaj ka topin e duar, duke që ka qenë edhe një rëshqitje, me çfarë shikojmë, një rëshqitje në parketin e Pallatit të Sportit të Aslan Rusi, sepse po merren masat duke normalizuar edhe parketin. Mjeku sportiv Mloja është pranë sportistit flamurtarit, parashikojmë edhe një fair play, pra një bashkëpunim, diçka shumë pozitive. Mjeku sportiv I Vllaznis Mloja vazhdon të
të jap ndihmën e shpejt futbollistit të Flamurtarit. Vion ndeshja, ka nisur ndeshja. Luhet minuta 9 në këto momente. Aksionin për Flamurtarin. Topi ka vjanësore për skuadrën vlonjate. Është Kapaj. Pastaj një gjuhetje Lecit, por pa sukses. Fatos Behari të topthosi për Tafilin, por e zotron skuadra vlonjate. Sulmi është për to. Sërish mbi Flamurtari ka gabuar për momentin. Flamurtari për nuk përfiton vazhdia. Faul në favor të Flamurtarit. Kalus. Përsëri është Kalus, pozicion ballor, të tonë të gjuaj, por kombinon me Kapajn, topi përsëri për ekipin mbrojtjat. Si një tjetër dëmtim të futbollistit të vlonjat në dy luftime sipër. Është numri 11, Erard Letsi. Është ngritur Leci, madje ai do ta ekzekutojë këtë goditje dënimi, këtë faul në favor të Flamurtarit. Ka gjutur me shumë forcë Clark Kalus, por topi përfundon në jashtë katërkëndorit të portës së Vllaznisë. Shumë shpejt i Vllaznisë është Gjoklaj. Me shumë rrezik në portën e Flamurtarit kjo aksion i Vllaznisë. Goditje këndi, Gjoklaj pretendon për penalti. Vllaznia pas prekjes topit me dorë nga mbrojtja vlonjate, nuk është i këtij mendimi gjyqtari Albano Stolaj. Goditje dënimi për Flamurtarit, ndrrim tek Vllaznia, largohet Bashaj, rikthehet Tafili në fushë. Kanë shpërdoruar këtë mundësi vlonjatët, aksioni për Vllaznin, Tafili. Gabon pas aksioni shpejt i Flamurtarit që dorëzon topin. Sulmi është përsëri për vlonjatët. Kalus. Qaste Hotini për të, largohet kontrolli topit. Djepazhia, Gokaj. Largon një top drejt Djepazhis, i cili këmbgul. Topi për Vllaznin.
Ka filluar në 10 minutë që i dytë të ndëruar shikues, jemi drejt për drejt nga pallati i sportit Hasan Rusi i kryeqytetit. Veriu Sport po përcjell këtë ndeshje vendimtare për njërin nga finalistët e fazës play-off, fazës finale për titullin kampion, kur finalisti i parë është përcaktuar përpara kësaj ndeshje dhe ai është klubi i futboll i futsallit Tirana, që eliminoi Partizanin me rezultatin 11-5. Dhe fituesi i kësaj ndeshje do të përballet në finale ditën e diel me Tiranën. Rezultati është 1-0 për Vaznin. Autori i golit mjeshtror, më themi, nga ana e Çoklajt. Sulmi është për flamurtarin. Përsëri nga vija anësore. Gabon flamurtari, dje Paxhia, nis atje Tafili për Mesin. E shpërdon Vaznia, vënohet, thyhet e zbehet aksioni, por përsëri Vaznia kjo ngull. Çoklaj e fortë godite, por ishte më favorshme situata pak më përpara për sulmin e Vllaznisë, e cila patë mundësi të godiste dhe të rrezikonte më shumë, por u vonua aksioni. Topi është për flamurtarin. Carlos duhet e ti. Ka humbër kontojnë e topit, e humbë edhe Messi. Duhet minuta 12 për pjesën e parë të gjysmë finales. Vaznia flamurtari, rezultati 1-0 për Vaznin. Autori i golit mjeshtror duhet theksuar i Besfortit Çoklajt, ku vetëm 1 minutë për para golit avantazhit ka qenë një shtyll pingule poshtë mjeshtrore e Kokajt. Vazhdon në aksion një Çoklaj përsëri, topi për Vaznin. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Vaznis, Arben Xhaferi. Pushimi i parë për i kësaj ndeshje i takon Vaznis dhe trajnerit të Kuqibluve, Arben Xhaferi. Edhe 8 minuta dhe 2 sekonda nga mbyllja e pjesës parë, Vaznia kryeson me rezultatin 1-0. Kuqiblut kërkojnë të shkojnë në finale dhe ta fitojnë këtë trofe për të fituar edhe të drejtën e pjesëmarrjes në kupat e Europës. Kujtojmë që ditën e djeshme, apo më saktë brevin e djeshme, në 20 ka nisur sfida në mes Vllaznisë dhe Ignatiës, është luajtur takimi final i superiores, ku Vllaznia u mund thellësisht me rezultatin 4-0 nga Ignatia, duke sjellë shumë pak nasi në rallet e tifozërisë shkodranit, që kishte poshtuar stadiumin Arena Kombëtare të kryeqytetit, një dekor i jashtëzakonshëm Kuqiblut, se për të ardhur keq që kjo tifozëri u shpërblye me atë rezultat dhe as më tepër me atë lojë as pak dinjitoze të ekipit të Vllaznisë, i cili humbi finalen. Por të përqendrohemi tek futsalla, ku Vllaznia vazhdon të kryesojë me rezultatin 1-0 ndaj flamurtarit, me gol të shënuar nga Çoklaj.
rezultat i cili nëse qëndron në fuqi deri në fund të takimit e kualifikon Vllaznin në fazën finale. Flamurtari në këtë aksion kapaj e humbet Flamurtari këtë aksion. Tha më herët që përpara kësaj ndeshje luajt gjysmëfinalja e parë, ku Tirana mundi Partizani 11-5 dhe ka siguruar biletën e parë finaliste. Madje ekipi i Tiranës nuk është larguar nga pallati i sportit. Hasan Rusi dhe po ndjek këtë sfidë i gjithë formacioni bardhë blu për të studiuar Vllaznin që paktën deri në këto momente do të jetë ajo, mund të jetë ajo në finale dhe Djepaxhia ka humbur një tjetër rast për gol. Por ka shansin që Tirana të studiojë ekipin rival, a do të jetë Vllaznia, e cila kryeson 1-0 apo Flamurtari. Këtë do ta mësojmë në fund të takimit, kur pjesa e parë për të mbyllur don edhe 7 minuta dhe 1 sekond. Carlos gabon në pas Messi. Ardit Messi për kapitenin Tafili, përsëri Messi. Tafili. Çoklaj, top thosime të tepër si duhet për Messin. Zonjatët në këtë aksion e fort dhe shumë pranë barazimit ekipi i Flamurtarit. Madje gjujtje të përsosur të Enad Lecit që nuk u finalizua si duhet pas nga kolegu i tij Çopekaj pas grushtimit të portierit Behari. Ndrim tek Vllaznia, largohet Messi, rikthehet në formacion Gokaj. Shpejtësia të Vllaznia, Djepaxhia për Tafilin. Majta Tafilit po shkon të drejt rrjetës, por e ka devijuar portieri Alban Shiba. Kedore Vllaznis nga krahu i majtjes sulmit të saj, Tafili Tokazi për Gjoklajn, autori i vetmit gol që qëndron në fuqi deri në këto momente, duke i dhënë kryestimin Vllaznis 1-0. E gabuar, shumë e gabuar ke gjujtje e numrit 7 Spajti Çopekaj të Flamurtarit. Topi për Vllaznin. Gjoklaj. Gokaj, topi për Flamurtarin, i cili vazhdon të insistoj në golin e barazimit. Sërishmi topi për vllonjatët. Leci për Flamurtarin. Kapaj. Se është dhe Çopekaj. E dorëzon topin Flamurtari. Ndërim të vllonjatët, e kthehet Kalus në fush, numri 10 Clark Kalus, i cili është një sulmues goli, ka shënuar edhe në përballjen me Vllaznin në Shkodër në fazën e parë. Kapaj. Çopekaj për Kapaj, sulmi për Flamurtarin. Tjetë top nga vija nësore, edhe 5 minuta dhe 20 sekonda nga fundi pjesës parë, dhe portieri Behari eviton një gjujtje tjetër të Flamurtarit. Kalus. Kapaj.
Topi për Vazhdin. Një topi gjati për të Beharit për Gjoklin, por që nuk shfrytëzohet si duhet. Ishmi flamë murtari, por blokohet nga kapiteni Alcid Tafili. Ecin minutat, edhe 4 sekonda dhe 22. Edhe 4 minuta dhe 22 sekonda nga fundi pjesës parë. Vazhnia 1 dhe flamurtari 0. Kapaj e largon Tafili. Shtri Kapaj. Leci, Kalus. Tjeri Kapaj. Flamurtari ishte rrezikshëm në këta aksion, por Vazhdia tashmë ka zhvillur topin. Basha. Okej. Topi për Vazhdin. Shikojmë që trajneri i flamurtarit Mario Kalus vazhdon të orientoj skuadrën e tij, të prekupuar nga rezultati. Tafili blokohet nga numri 10 Kalus. Tafili. Gokaj. Gjoklaj. Pastaj Gokaj për Vazhdin. Top i harkuar. E largon Kalus jashtë vjerëve anësore. Semir Gokaj, prapa tek kapiteni Tafili. Tafili për Bashën. Por portieri Kapaj e zotron, nisë skuadrën e tij në aksion. Qopekaj, përsëri Qopekaj. Kapaj. Ka ndërhyrët e Basha përpara numrit 11 Leci. Topi për flamurtarin është Leci nga vija anësore. Qopekaj për Kapajn. Leci, Qopekaj. Shumë pasime të vlonjate për gjetur hapësira në prapavijën e Vazhdinis. Leci, topi për Vazhdin. Ndrim tek flamurtari. Largohet Qopekaj, rikthehet në fushë Kapaj. Kalus. Këtë sulmi vlonjatëve. Leci. Kapaj. Përsëri vlonjatët me topin në zotërin, por e kanë shpërdoruar, ja dorëzojnë Vazhdinis, e cila vazhdon të kryesoj me rezultatin 1-0, fal atij goli në pjesën e parë nga Besfort Gjoklaj. Pushimi i kërkuar nga trajneri i flamurtarit Mario Kalus, kur duhen edhe 2 minuta e 5 sekonda nga mbyllja pjesës parë. Ka më shkon pikisht tek kronometri që ekspozon rezultatin dhe kohën e mbetur fiks edhe 2 minuta dhe 5 sekonda
nga mbyllja e pjesës së parë, pushimi në këtë moment i takon skuadrës së Flamurtarit me trajnerin Malo Kalus, ndërkohë që në krahun tjetër është trajneri i Vllaznisë Arben Xhaferi që orienton skuadrën e tij për ta mbajtur në kontroll takimin, për ta mbajtur në kontroll, për ta administruar avantazhin, pse jo për të shënuar dhe një gol qetësie. Ky rezultat e kualifikon Vllaznin në finale për të ndeshur me ekipin e Tiranës, se siç tha më herët përpara kësaj ndeshje eliminoi Partizanin me rezultatin 11-5. Është faza finale e këtij kampionati, 4 ekipet më të mira, Tirana, Vllaznia, Flamurtari dhe Partizani janë ndarë sipas shortit të 2 duele. Partizani Vllaznia, Partizani Tirana luhet për para kësaj ndeshje, fitoi Tirana 11-5. Tashmë vazhdon të luhet pjesa e parë e gjysmëfinales tjetër, Vllaznia Flamurtari, që është në kontrollin e Vllaznisë në udhëheqje 1-0. Faul në favor të Vllaznisë. Semir Goga e pran topit, e kthen prapa tek Gjoklej, cili jepi top në thossi për Djepaxhin, por janë vlonjatët që zotrojnë, nisin të aksion të shpejt, Goka i devion vijen anësore, topi për Vllaznin. Edhe 1 minutë dhe 37 sekonda nga mbyllja pjesës parë, Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0. Luhet gjysmëfinalja e parë e futsallës. Kalus, Leci, Kalus, shpërishmi topi për Vllaznin, për Flamurtarin, është Erad Leci, e kalon tek Giordano Kapaj, për Stri Leci, numri 9 i aktivizuar në të moment e Lorenz Shehaj. Kalus, janë momentet e fundit, minuta e fundit e pjesës së parë. Vllaznia kërkon të shkojë në dhomat e zhveshjes me këtë avantazh, ndërkohë që Flamurtari insiston për të barazuar rezultatin. Edhe 24 sekonda nga mbyllja, aksioni për Flamurtarin, për portieri Fatos Behari, një ditë mjaft e mirë. Topi për vlonjatët nga vija anësore. Vllaznia zotëron topin, Behari me shpejtësi drejt Djepaxhis. Edhe 29 sekonda nga mbyllja e kësaj pjese. Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0, topi për Vllaznin, Djepaxhi, aksion e tij individual. Faul në favor të Flamurtarit. Por një faul në favor të Flamurtarit që përkthehet sipas rregullores. Gjyqtari Albano Stolej ka akorduar një penalti kur duhen në 24 sekonda nga fundi. Një penalti në favor të Flamurtarit pas këtij vendimi të gjyqtarit Albano Stolej. Shehaj ka gjuetur, ka apritur portieri
Behari shpërdoron mundësinë më të mirë skuadra e Vlonjatit pas saj penaltie të akorduar nga gjyqtari Stolaj. Edhe 8 sekonda nga mbyllja e pjesës parë, momente interesante, është rritur ritmi, emocionet, adrenalina pikërisht në fund të kësaj pjese. Vlonjatët shpërdoruan një mundësi të artë për të barazuar dhe këtu është mbyllja për pjesën e parë. Vllaznia 1 dhe Flamurtari 0. Të nderuar shikues portalit Veriu Sport, që na ndoqët drejt për së drejti në transmetimin e pjesës së parë të kësaj ndeshje. Nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj pjesë të parë. Do të jemi një pushim të shkurtër, mos u largoni nga Veriu Sport. Pas pak jemi përsëri drejt për drejt nga Pallati i Sportit Hasan Rusi i kryeqytetit për pjesën e dytë të gjysmëfinales të futsallit Vllaznia Flamurtari, e cila u mbyll me fitoren e Vllaznisë 1-0.